Si që shedim këtu ka qenë pika fshatit Tërnovës e fundit, Tërnovës Bujanovës, dhe jemi konë në ushtria çlirimtare Preshev Medvegjë Bujanovës, pozicionum këtu. Me datën 24 maj, kur forcat sërbe në pikën e gurve bujve kishin hi dhe morëm lajmin që kanë hinë të gurët e bujve dhe ne ishim këtu kur ndëgjujmë ashtu, unë nisëm prej këtu jom nisën të nalt për me marrë informacione më të sakta. Çka ka ndodhur atje te gurët e bujve. Kur kom rri këtu në qendrën e Tërnovësit, si që quajmë na centralën. Komandanti ka ardhur prej asaj one dhe jemi taku më në këtë vend. Kur jemi taku këtu më ka thonë hajde mbrapa meje. Dhe kam fillu mbrapa ati kom shku. Komandanti para me kerr, unë mbrapa jam konën, këtu te Madeni unë dalë komandanti, unë mbrapa atina jam dalë më në këtë vend. Kerri jem këtu unë dalën. Kur kum dalë pi kerrit, këtu ishte konë Naser Aliu, Ragmi Aqifi, Ragmi Alishani dhe Bekim Osmani. Jena përshëndet me ata, komandanti i pari u përshëndet, unë mbrapa atina dhe ata në kanë thonë që është e vërtet që atje kanë hi të gurët e bujve që shkanë marrë lajmët ata dhe jemi nisën për të gurët e bujve. Këtu te pika Madenit, kur jemi taku me komandantin dhe me tjerë të ushtarë tjerë kanë tentuar me ardhen me neve për të gurët e bujve. Komandanti ka thonë nuk në duni, kurse komandanti u konë të vozit gjipin, Hajredin Ademi u konë përpara, me komandantin, unë me Naser Aliun jemi konë mbrapa. Dhe jemi nisën për të gurët e bujve. Këtu në këtë vend jemi takuën me ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët në kanë thonë që nuk ka forca sërbe atje të gurët e bujve. Dhe ne jemi nisën me këshira të fëmit që kishin dalë ushtarëve tonë mi qu ujë. O në Tërnoco, po shpërthen jehona, e pikon mali, sot në zemrën ton. Thërët Lugina, e këndon Kosova, në përbreza, jeme ne gjithmon. Ta në rrugës kemi biseduan, qish ka më konën për mbyllja të stadioni, qish kemi me pas jetën bas lufte, qish kemi me konën zbashku me shqiptarët, këtu qish kemi me pas liri, edhe
që mos kemi probleme. O te ju pushka, ori dëvan qazimi, komandant Leshi, jeme ne për jet. Ti e emblema, o e përjetësimit, në sytë e tu, janë djeg rufet. O te ju pushka, ori dëvan qazimi, komandant Leshi, jeme ne për jet. Ti e emblema, o e përjetësimit, në sytë e tu, janë djeg rufet. Janë djeg rufet. Kur kemi mri këtu në këtë vend, e kemi parku gjipin, jemi ndalë këtu, komandanti ka shdripi kjerrit, Hayreddin Ademi ka shdripën, unë në bas Hayreddin Ademit këm shdripën, Nasser Aliu ka shdrip, edhe kemi këshirë këtu u kom bunkeri, edhe tjetëra gjembrapa, kemi këshirë këtu s'ka kur gjokë. Edhe ju më nisë unë i pari të kështu komandanti u kom brapa, këtu, Nasser Aliu edhe Hayreddin Ademi. Kur ku marrë unë në këtë vend, kemi thonën që s'pas ka forca sërbe, jemi konë të këshirë në pikën naltë atje, që edhe atëherë ju në konën këto bunkerët, kurse atëherë ju në konën bunkerët e tonë, edhe sot i kanë marrë ata bunkera janë sërt janë pozicionu. Kur ku më rriu në këtë vend, këtu, komandanti u konën këtu, Nasser Aliu u konë bas komandantit, Hayreddin Ademi u konë i treti atje. I pari fishek ka gjujtën snajper ku konën, ka gjujtën vetëm një fishek, dhe atëre kemi ditë që janë forcët sërbe atje, pozicionet që e qujmë në gurët e bujve. Une ju marë për me një rend ku ju më habitën, s'ku mujtën asë me folë, asë kur gjo. Komandanti u shtrihen në këtë që është e si vi këtu konën pak edhe më ndrishe, Nasser Aliu, Hayreddin Ademi, komandanti më ka virë muje, shtrije u badi. Ju më shtrihen, qatë shumë ka pasën gjujt me që s'kemi mujtë krijet me quhen për pjetë. Dhe i pari Hayreddin Ademi në atë pjesë u tërhekën, i diti Nasser Aliu adje poshtë u tërhekën, poshtë adje, komandanti u tërhekën adje ma poshtë, unë e ku metë këtu. Komandanti më ka thonën badi tërheku. Dhe në bas një 20 minuta, 20 sekonda apo 30, ju më tërhek, ju më afruhën të komandanti ka poshtë, më poshtë. Kurse gjipi u konë këtu, i parkum që shqishe kemi lonë. Komandanti u konë më në këtë vend, unë ju konë këtu më mbrapa. Ja këtu. Nasser Aliu u konë atje, komandanti u nisë për para të gjipi me marë gjipin. Me marën, kur kam rritë të qosh, ka ona shmajt mbrapa të gjipi, unë 5 metra mbrapa ati ju më konë. Nasser Aliu ka gjujtën, i vetë me aj ka gjujtën nga forcat sërbe, me armën Kalashnikov. Kurse ne nuk kemi gjujtë asë një tjetër, kur kam rri komandanti të gjipi mu në këtë vend, këtu qishu konë gjipi, unë e mbrapa komandantit të kjoshi gjipit, këtu konë dera, i mshelëm dera u konën, e ka qelë, e ka hapë derën komandanti, kur e ka hapë derën, atëre forcët sërbe aqët me të madhe e kanë gjujtën që e kanë rokën në krije me armë 84 që i thënë me armë automatike. Edhe aj për me një rend ka ra këtu në tokë,
e ka pas snajper këndor. Edhe unë e kum gajt, nuk e kum pa që është i vranë. Kur e kum ro komandantin, kur e kum këthijen, për me një rend, gjaki më ka ra në ftyrë, edhe kum virë në serit, se Hajredin Ademi nuk e kum pa ma, në atë pjesë që u tërhek, kum virë në ser e vrajtën komandantin. Edhe aj më ka thonë bati tërheku pe këtuj se po në zojnë gjallë. Mirë, une nuk komandantin e kum rokën në dorën e gjatë, tu e kum nisë me ngre me tërhekën, kanë rëshit durt, kanë rëshitën durt edhe nuk kum mujtën me ngre. Kër e kum rokën dorën e shmajt, mu ka kuqit dorën në sahat, sot e atë ditë është sahat e kemi të jo është i hapum që e kam ngre të poshtë. E kum ngre njëra ti, mu në këtë vend, ka ngajt në seri, më ka marrë muje, ka thonë badi ikmi se po në zojnë neve gjallë. Më ka ngre zhak në sera liu njërë në atë vend atje, une ju kum hek prej dorës apet, prapë kum ardhën e kum ngrehen. Kër e kum ngre atje në dushk, atër në atë kohë konën dushki, ka pasën fletët dushkit, këtu në këtë vend, zhak e kum ngre njeri ko te ki vend këtu që sa du bo ka dushki është e rrit dhe nuk mujtësh me livrit këtu për dushkit. E kum tërhek njerë ko që tu. Kurse këtu nuk i mujt me pa për dushkit u konë ka shafuhun njeri nuk u dokën qatë që. Njeri këtu e kum tërhekën. Sa herë që të vi këtu, i kom të freskë ato krismët e sërbëve, që kishte shumë të shtime, sot dhe asaj ditë më kujtohen, dhe komum emocione, ndoshte edhe aqë nuk mujt në me spjegu gjdo moment, gjdo sekund, që shka tjenë për emocionve, mirë po prap në vetë vete i kujtoj ato momente të vështira që ishmi këtu edhe atë dhimbje që e kishmi jo vetëm une po gjithë shokët që kemi shumë kujtime nga komandanti edhe sot jemi sukur fëmija që jetë pano, kështu jemi edhe na gjithë ushtarët shokët e mi. Kemi kujtime shumë të vështira dhe shumë të mira. Kështu që lavdi për dëshmorët, lavdi për Ridvan Qazimin, komandant Leshin,